Çfarë po ham, po na helmojnë, në Shqipëri është shitur sheqer palme i kontaminuar, sistemi evropian i ushqimit jep alarmin. Në tregun tonë është shitur sheqer palme i kontaminuar me praninë e alergenit dioksid qufuri mbi nivelin maksimal të lejuar, gjë që përbën rrezik serioz për shëndetin e njeriut. Njoftimi është bërë nga sistemi evropian RASFF, sistemi njoftimi të shpejt për ushqimin, në datë 10 prill. Produkti tregtohet me emrin Palm Sugar Siles TD BG 200 gram. Ky produkt është prodhuar në Tajland dhe në Shqipëri ka ardhur pasi është importuar nga Hollanda, nga një kompani emri së cilës nuk bëhet i ditur nga AKU. E gjithë sasia e sheqerit prej 24 kg është shitur. Me marrjen e njoftimit nga sistemi RASFF, më datë 10/4/2025 AKU ka kryer verifikimet në terren, nga ku ka rezultuar se produkti me origjinë nga Tajlanda është importuar nga Hollanda më datë 22/12/2024 në sasin 24 kg. Nga verifikimi i gjurmëshmërisë rezulton se subjekti nuk e kishte gjendje këtë produkt. AKU ka bërë njoftimin përkatës pranë kategorisë së njoftimeve RASFF, thuhet në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare nga AKU.